Rrjetet sociale janë përfshirë nga teori të shumta konspirative që kanë në qendër banoren Bian, duke ngritur dyshime dhe debate të forta mes ndjekësve të formatit. Pamjet të shkëputura nga videot brenda shtëpisë janë qepur nga përdoruesit e rrjeteve sociale dhe janë interpretuar si veprime që lidhen me rituale të magjisë së zezë. Momenti që ka shkaktuar më shumë zhurmë lidhet me kukullën e njohur të trendit, La Bubu. Në një video virale, Bia shfaqet duke mbajtur kukullën në dorë dhe duke e shpuar atë me një gjilpër. Sipas komentuesve, ajo përmend emrin e Albës gjatë këtij veprimi, çka ka shtuar edhe më shumë dyshimet. Pamjet vijojnë më pas në dhomën e gjumit, ku Bia shihet pranë krevatit ku flinin vajzat duke futur diçka në dyshek, ndërsa më pas mbush gojën me ujë dhe hedh një varse anash krevatit. Për një pjesë të madhe të ndjekësve, kjo skenë ngjan me ritualet e vjetra vodo. Duke ndezur komente alarmuese dhe reagime të ashpra në rrjet, situata është bërë edhe më e ndjeshme pas publikimit të një videoje tjetër, ku shfaqet Alba në një gjendje jo të mirë shëndetësore. Ajo dëgjohet duke thënë se gjërat po i rrëshqasin nga duart, se po i bien. Dhe po i thyen pa e kuptuar pse, duke shtuar se ndoshta dikush më ka marrë më sysh. Këto fjalë kanë qenë benzinë në zjarr për komentuesit, të cilët i kanë lidhur menjëherë me pamjet e mëparshme të Bias.